Investigimi i Vox News i datës 4 janar 2026 ka nxjerrë në pa tregtimin në Shqipëri të verave ultra premium, pa u futur ligjërisht në vend. Sipas të dhënave doganore të cituara në investigim, për verën Romane Conti nuk rezulton asnjë shishe e zhdoganuar, ndërsa për Petrus, sasinë vjetore të deklaruar nuk përputhet me ofertën reale që qarkullon në treg. Këto të dhëna konfirmohen edhe nga negociantë ndërkombëtar, të cilët sqarojnë se tregu shqiptar nuk furnizohet zyrtarisht me këto produkte në këto sasi. Një nga rastet e evidentuara është faqja e Instagramit Irena's Wardrobe, e cila ofron publikisht shishe verash luksi, me çmime që arrin deri në disa mijëra euro, duke deklaruar disponueshmëri të vazhdueshme. Sipas verifikimeve të pamfletit, këto mallra nuk figurojnë të zhdoganuara dhe nuk shoqërohen me faturë tatimore. Aktiviteti zhvillohet përmes rrjeteve sociale dhe komunikimeve private, jashtë çdo regjistri zyrtar tregtar. Pas publikimit të investigimit të Vox News, faqja Irena's Wardrobe ndryshoi emrin e profilit në Instagram në yourwardrobe.al. Deri në këto momente, nuk ka reagim publik nga institucionet doganore apo tatimore lidhur me këtë rast. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 4 personat e dyshuar për vrasjen me tritol të 67 vjeçarit Hysni Ymeri. Në burg mbetet edhe Gert Bushati, i cili ka pranuar se ka qenë personi që vendosi sasinë e eksplozivit në panelin e matësve elektrik më 27 dhjetor. Shpërthimi ndodhi 2 ditë më pas dhe i mori jetën viktimës. Në deklarimet e tij në polici, Bushati ka pohuar se u kontaktua nga 3 persona të tjerë për të vendosur tritolin dhe ka pretenduar se ishte thënë se veprimi kishte vetëm qëllim friksimi. 3 të arrestuarit e tjerë kanë mohuar përfshirjen dhe nuk kanë dhënë deklarime në gjykatë. Policia ka sekuestruar telefona, ka kryer përgjime dhe ka administruar prova të tjera, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e motivit të plot të vrasjes. Incidenti ndodhur mbrëmjen e djeshme, 4 janar, përpara godinës së kryeministrisë, ka sjell pasoja fizike për protestuesit dhe efektivët e policisë së shtetit. Drejtuesi i lëvizjes Shqipëria bëhet, Adriatik Lapaj, ka pësuar dëmtime në kokë gjatë ndërhyrjes së forcave të rendit dhe është transportuar në Spitalin Universitar të Traumës. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, Lapaj ndodhet jashtë rrezikut për jetën, por vijon të mbahet nën kujdesin e mjekëve. Në spital janë paraqitur gjithsej 5 persona, përfshirë 2 efektiv policie dhe 2 protestues të tjerë. Ngjarja ka ndodhur gjatë një proteste që zhvillohej prej rreth 1 muaji në mënyrë të pandërprerë përpara kryeministrisë. Ndërhyrja e policisë për shpërndarjen e protestës ngre pikpyetje serioze mbi urdhrat politik dhe përgjegjësinë direkte të kryeministrit Edi Rama për përdorimin e forcës ndaj qytetarëve që protestojnë. Deri në këto momente, nga kryeministria nuk ka asnjë reagim publik për dhunën e ushtruar dhe pasojat shëndetësore të shkaktuara gjatë ndërhyrjes. Një ngjarje e rëndë është shanuar mbrëmjen e djeshme në Klos të Matit, ku një shtetas 66 vjeçar ka humbur jetën pasi është marrë nga rrjedha e fortë e lumit mat. Sipas policisë, i moshuari kishte tentuar të kalonte lumin, por për shkak të nivelit të lartë të ujit dhe rrjedhës së fortë, është rrëmbyer nga uji. Rreth orës 19 familjarët kanë humbur kontaktet me të dhe kanë njohtuar autoritetet. Menjëherë janë nisur kërkimet nga shërbimet e policisë, familjarët dhe banorët e zonës. Trupi i pajeti 66 vjeçarit Xhemal Zhuku u gjet në orët e para të mëngjesit të sotëm, disa kilometra më larg vendit ku dyshohet se ndodhi ngjarja. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tragjike. Një shtetas 39 vjeçar nga Kosova, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet e Lituanisë, është arrestuar në pikën kufitare të Morinës. Arrestimi u krye nga policia kufitare në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë Kukës, gjatë kontrolleve në hyrje të territorit shqiptar. Nga verifikimet e kryera dhe informacioni i shkëmbyer me Interpol Tiranën, rezultoi se 39 vjeçari ishte dënuar nga gjykata e Vilniusit me 2 vjet e 3 muaj burgim për veprat penale të dëmtimit të shëndetit, kërcënimit për vrasje dhe terrorizimit të një personi. I arrestuari tentoi të hynte në Shqipëri përmes pikës kufitare të Morinës. Ai është ndaluar me qëllim ekstradimi, ndërsa Interpol Tirana, në bashkëpunim me autoritetet lituaneze, po vijon procedurat ligjore për transferimin e tij drejt Lituanisë. Policia e Fierit ka arrestuar një 26 vjeçar, të identifikuar si Yzeir Elmazaj, në kuadër të operacionit të koduar New Start. Sipas njoftimit zyrtar,
Gjatë kontrollit fizik dhe të automjetit që i riu drejtonte, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 81 gram lëndë të dyshuar narkotike kokain, të cilën ai e posedonte me qëllim shitjen. Gjatë ndërhyrjes, 26 vjeçari ka tentuar t'u largohet punojësve të policisë, por është neutralizuar dhe vënë në pranga. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar gjithashtu automjeti dhe 3 telefona celular. Operacioni është ndjekur prej rreth 1 muaj nga sektori për hetimin e narkotikëve, në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Një godinë 3-katëshe në qytetin e Lezhës ishte përshtatur për ushtrimin e lojrave të palishme të fatit dhe përdorim droge. Rasti u zbulua gjatë operacionit policor të koduar Fishat, i zhvilluar nga policia e shtetit në bashkëpunim me prokurorin. Gjatë kontrollit në ambientet e godinës, e marrë me qira dhe e përshtatur si kazino, policia gjeti dhe sekuestrua 15 makineta për lojra fati, një tavolim pokeri, çipsa, letra bixhozi, disa doza kokaine, si dhe shuma të konsiderueshme parash në lek, euro dhe dollar. Në total u sekuestruan rreth 725.000 lek të rinj, si dhe valuta të huaja. Në kuadër të operacionit, u arrestua në flagrancë shtetasi Bledar Arapi, 47 vjeç, i dyshuar si përgjegjës i aktivitetit, ndërsa u shpall në kërkim shtetasi Elger Uka, 24 vjeç, i cili dyshohet se kishte marrë me qira objektin dhe e kishte përshtatur për kazino. Po ashtu, u proceduan penalisht 15 persona të kapur duke luajtur lojra fati. Ndërkohë, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit ka nisur hetim disiplinor për punonjës policie që dyshohet se nuk kanë evidentuar këtë veprimtari të paligjshme. Në Belgjik nis këtë të hënë gjyqi për vrasjen e shqiptarit Ardit Spahiu, një ngjarje e rëndë kriminale që tronditi Brukselin në vitin 2020. Seanca zhvillohet në gjykatën e krimeve të rënda të Brukselit në kompleksin e sigurisë së lartë Justicia, ku 9 persona përballen me akuzat për një ekzekutim të lidhur me luftën mes klaneve të mafias shqiptare. Sipas autoriteteve belge, Franz Gergely, i njohur edhe si Franz Çopja, dyshohet se ka organizuar vrasjen e Ardit Spahiut, 38 vjeç, i cili u qellua për vdekje më 27 nëntor 2020 në zonën Molenbeek-Saint-Jean. Viktima u qellua disa herë nga një person i maskuar, ndërsa në vend ngjarje u gjetën 17 gëzhoja. Hetimet flasin për një konflikt të ashpër mes klaneve rivale të përfshira në trafik droge në Europë. Çështja u zbardh pas deshifrimit të komunikimeve në platformën Sky ECC, që ekspozoi lidhjet kriminale dhe planifikimin e vrasjes. Franz Çopja u arrestua në Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 2023 dhe u ekstradua në Belgjik, ndërsa disa nga të dyshuarit vijojnë të jenë në arrati. Ish-presidenti i Venezuelës Nicolás Maduro pritet të dalë sot para një gjykate federale në Manhattan, ku do të përballet me akuza të rënda për trafik droge dhe armë. Maduro u kap gjatë fundjavës në një operacion të forcave speciale amerikane në Caracas, i cilësuar nga presidenti i SBA-s Donald Trump si një operacion brillant. Sipas autoriteteve amerikane, gjatë sulmit humbën jetën të paktën 40 persona, përfshirë civil dhe pjesëtar të ushtrisë venezueliane. Pamje të publikuara nga New Yorku tregojnë Maduron dhe bashkëshorten e tij, Cilia Flores, të shoqëruar me pranga nga forcat e sigurisë drejt gjykatës. Dosja e akuzës pretendon se Maduro drejtoi për dekada një qeveri kriminale të përfshirë në trafik kokaine dhe përdorim të armëve të rënda. Presidenti Trump ka deklaruar se SBA do të ushtrojë kontroll të përkohshëm mbi Venezuelën dhe industrinë e saj të naftës, ndërsa paralajmëruar se operacione të ngjashme mund të ndodhin edhe në vende të tjera të Amerikës Latine. Ndërkohë, reagime të forta politike kanë shpërthyer brenda SBA-s, ku demokratët e kanë cilësuar ndërhyrjen si të paligjshme dhe pa miratim të Kongresit. Autoritetet zvicerane konfirmojnë se zjarri i rënë në barin Le Constellation në resortin Crans Montana ka shkaktuar 40 viktima dhe 119 të plagosur. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit të së entes, gjatë festimeve të vitit të ri, në një ambient të mbipopulluar. Hetuesit dyshojnë se zjarri u ndes nga qirinj shkëndijues të vendosur mbi shishe shampanje, të cilit lëshojnë shkëndia vertikale dhe u afruan shumë pranë tavanit të lokalit. Flakët u përhapën me shpejtësi dhe shkaktuan shembjen e pjesshme të strukturës së brendshme. Mes të plagosurve janë 71 shtetas zviceran, 14 francez, 11 italian dhe qytetar nga Serbia, Bosnia-Hercegovina, Belgjika, Luksemburgu, Portugalia dhe Polonia. Autoritetet raportojnë se 14 persona fillimisht nuk ishin kombësi të konfirmuar, ndërsa 6 të plagosur mbetën për disa orë të pa identifikuar. Shërbimet emergjente kanë ndërhyrë me 10 autoambulanca dhe ekipe zjarfikse.
Prokuroria e kantonit Valais ka paralajmëruar procedime penale nëse konstatohet shkelje e rregullave të sigurisë, përfshirë materialet e tavanit, mjetet e shuarjes së zjarrit dhe rrugët e evakuimit.